Punëdhënësit privat dhe shtetëror në Gjermani mund të paguajnë punëtorëve të tyre deri në 1.000 euro pa taksa si bonus për shkak të krizës së fundit me karburante, që me siguri është një lajm shumë i mirë për të gjithë punëtorët. Por, pikërisht ky vendim i qeverisë gjermane federale ka shkaktuar kritika të mëdha nga shoqatat e sipërmarrjeve, madje edhe nga qeveritë e 16 landeve në Gjermani, të cilat thonë se vendimi i qeverisë federale nuk është menduar mirë deri në fund. Po pse? Në vazhdim do t'i shpjegoj të gjitha detajet rreth këtij bonusi, por fillimisht ju kujtoj sponsorin e kanalit ton, institucionin financiar IBAS, përmes të cilit mund të dërgoni para në Kosovë. Parat mund të dërgohen madje edhe pa kosto shtesë nëse personi të cilit i dërgoni para ka hapur një llogari në IBAS dhe ka marrë paketen integra, remitenca apo dhe premium. Llogarinë duhet të hapin pra personat që jetojnë në Kosovë, ndërsa ne mund të dërgojmë para nga llogaritë në vendin ton ku jetojmë. Llogaria mund të hapet në IBAS shumë kollaj. Merrni telefonin celular, shkoni në App Store, e gjeni IBAS dhe e shkarkoni pa pagesë natyrisht. Por, të gjitha detajet mund t'i gjeni në linkun që do të publikoj këtu në video. Ndërsa, sa i përket vendimit të qeverisë federale, që sipërmarrjet dhe punëdhënësit të paguajnë deri në 1.000 euro pa taksa, këtu ka disa probleme shumë serioze. Këto para mund të paguhen vetëm deri në fund të vitit 2026. Pagesa e këtyre ndihmave nuk është e obligueshme për sipërmarrjet dhe punëdhënësit, që do të thotë se ato mund të paguajnë nëse duan të ndihmojnë bashkëpunëtorët e tyre. E një problem tjetër është që ky vendim vjen në një kohë kur edhe kompanitë kanë shumë probleme serioze për shkak të krizës, sepse në Gjermani kur nuk ka qenë numri më i lartë i falimentimeve për shkak të krizës ekonomike. Prandaj, shumë shoqata të sipërmarrjeve, madje edhe qeveritë e landeve, e kanë kritikuar këtë vendim të qeverisë si jo adekuat dhe të pamenduar mirë deri në fund. Sipas një studimi të fundit, ky vendim i qeverisë është kritikuar madje nga të gjitha 16 qeveritë e landeve në këtë vend. Gazetat gjermane njoftojnë se asnjë prej qeverive të 16 landeve nuk është përgatitur të shpërndajë këtë pagesë të bonusit tek në punësit e tyre. Landet si Bavaria, Saksonia e Poshtme dhe Turingjia thonë se akoma nuk kanë marrë një vendim përfundimtar nëse do të paguajnë punonjësit e tyre, ndërsa të gjitha landet e tjera kanë refuzuar qartë deri tani këtë propozim, thuhet në disa raporte të mediave. Ndërsa nga sipërmarrjet private mbetet të shihet pra sa prej tyre vërtet do të paguajnë këto ndihma pa taksa, sepse ato fillimisht duhet të gjenë parat për të paguar këto ndihma, ndërsa vetëm në fund të vitit mund të përfitojnë nga kthimi i taksave. Ndaj, ka dhe shumë kritik që thonë se qeveria federale me këtë vendim, pa e menduar mirë deri në fund, vetëm sa ka futur një lloj përçarje mes punëdhënësve dhe punëmarrësve, sepse punëtorët tani me të drejtë natyrisht kërkojnë këto ndihma nga punëdhënësit e tyre, ndërsa këta të fundit ndoshta thjesht edhe nuk kanë, e disa besa edhe nuk duan të paguajnë këto ndihma. Ndaj, betet të shihet me të dashur se si do të realizohet kjo ndihmë pa taksa. Por të kuptohemi, unë personalisht jam gjithmonë në anën e punëtorëve dhe shpresoj shumë se shumë punëdhënës do të paguajnë edhe këto ndihma, sikur edhe ato 3.000 eurot e famshme në kohën e pandemisë, por tepër optimist kësaj radhe vërtet nuk jam asun. Sidoqoftë, unë do të ndjek me shumë vëmendje edhe këtë zhvillim, do t'i ndjek pra të gjitha informacionet rreth pagesës së 1.000 eurove pa taksa dhe do t'ju njoftoj me të gjitha rezultatet. Ndaj, mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video, sepse shpresoj shumë që shumë prej sipërmarrjeve do të gjejnë para të paguajnë punëtorët e tyre. Faleminderit dhe mirupafshim.